sepse fëmijët e tyre janë në emigracion. Ato themi pensioni nuk na del. Ta ankohemi ke fëmijët, po na vje keq si i trazojmë edhe jetën e tyre. Mirë se jeta jonë iku, po paktën ato të kenë një jetë pak më të mirë. Ato ndihen, domethënë që vetmia kanë frikën se një ditë do ndrojmë jetë të gjithë. Thot rrezik se merr vesh kush se ne kemi ndruar jetë në apartamentet tona. Pra pensionistat janë në një ditë të vështirë sepse rritjet e çmimeve dhe fare s'lëviz pensioni, ato e përjetojnë në mënyrë të tejskajshme dhe jo pa qëllim lëvizja për zhvillim kombëtar, por edhe koalicioni djathtas për zhvillim, i kemi dhënë prioritet për sa i përket pensioneve dhe gjithë shqiptarët edhe ne sigurisht do të dëshironim që gjithë politika të bashkohej për rritjen e pensioneve. Sepse edhe socialistët kanë pritjet e tyre. Edhe ato duan që të jenë pritjet e tyre pak më mirë. Por fatkeqësisht nuk bashkohen votat për pensionet, por bashkohen votat për të rritur pagën e deputetëve. Bashkohen votat për të bën një reformë zgjedhore, i thënshim, pra një ligj elektoral që të shërbeje dy partive kryesore. Ato bashkohen votat për të nxjerrë të korrupturit nga qelitë e burgut. Pra nëse do të bashkoheshin votat për pensionistët, do të ishte gjëja më e mirë dhe do të kaloshin me një shumicë absolute. Por ke pensionistat ato nuk arrin të marrin gjë, se parat i marrin pensionistat. Ato duan t'i kalojnë lekët e këtij populli, atë buxhetit shtetit, apo të projekte ndërkombëtare në investime në thojza, sa atje vidhet leku. Por zotë Spahuiu, ju i keni vënë vetes disa pika në programin tuaj qeverisës, ku është prona, besimi në Zot, e drejta e familjes, e shumë çka tjetër. Por në elektorat nuk mbani një peshë madhore për të krijuar qeverinë. Si pritet i realizoni këto? Nëse ne mbrojmë qoftë edhe një individ mund të mbrojë një kaos të vërtet, kaos të drejtë. Por, fatkeqësisht, shqiptarët nuk shkojnë mbas të drejtit, mbas të mirit, po shkojnë mbas të fortit. Ku them të fortit, jo në kuptimin e respektimit votës, po shkojnë fortit si rezultat i parave të krimit, të korrupsionit, të bandave, të gjithë atyne fenomeneve që realisht nuk i don askush. Por kështu është ky realiteti. Fakti që bëhet gjithë kjo betejë rreth Partisë Socialiste mund duket një paradoks. Pse? Partia Socialiste është trashëgimtare e Partisë Komuniste, Partisë Punës dhe sot Partia Socialiste. Dhe 45 vite e kemi parë modelin qeverisës të kësaj partije. Por veçanti për të rit, po e shohim për këto 12 vjet. Pra aspirata e shqiptarëve ka qenë që Shqipëria të jetë antare e Bashkimit Evropian prej shumë vitesh me thirrjet e duam Shqipërinë si Europa. Dhe sot jemi viti 2025 dhe na tund pasaportën ky. Realisht për pasaport, ne jemi krenar se pasaporta e kohës së Mbretërisë Shqiptare ishte si pasaporta amerikane.